Atentati i Rinasit, ndodhur në nëntor 2025, ku ekzekutua shënjestra Gilmando Dani, ndërsa ndërrojete dhe miku i tij që shoqëronte Muçi Shaliani, punonjës i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, i kalon për kompetencë SPAK-ut. Prokuroria e Tiranës ka shpallur mos kompetencë dhe ja ka kaluar çështjen strukturës së posaçme antikorrupsion e antikrim, pasi dyshohet se atentati u krye nga një grup i strukturuar kriminal. 3 persona qelluan mbi automjetin me të paktën 80 plumba dhe më pas dogjën makinën dhe armët në fshatin Halil. Ngjarja ndodhi në një nga zonat më të sigurta të vendit, duke rrezikuar edhe qytetar të pafajshëm. Gjykata e posaçme ka shpallur të pafajshëm Adriatik Loglin, ish punonjës policie i akuzuar në një operacion për goditjen e një grupi të strukturuar kriminal për drogë, ku arrestuan mbi 40 persona. Në të njëjtin proces, Giuliano Aliu dënua me 5 vite burg, Kristi Dautaj me 8 vite, ndërsa 3 të tjerë, Bujar Brahak 10 vite dhe Ertian Pjetër Gjokaj dhe Elton Ukaj me nga 8 vite përfituan zbritje me 1/3 për gjykim të shkurtuar. Mes të akuzuarve ishin edhe Fejzo Meçaj dhe Adriatik Logli, të dyshuar për shpërdorim detyre, ndërsa SPAK evidentoi 13 episode kriminale të trafikut, prodhimit dhe kultivimit të drogës në qytete si Vlorë, Tepelen, Durrës, Tiranë dhe Lezhë gjatë mars-nëntor 2020. Grupet e tjera përbër nga 32 persona u dënuan me 200 vite e 6 muaj burg në total. Të tjera detaje dalin nga grabitja në tentative bankës në Tiranë, ngjarje ndodhur një ditë më parë, por që u parandalua në kohë nga policia. Mes ditën e së njëjtës, Bardhyl Fusha, 61 vjeç, banues në Tiranë dhe me origjinë nga Gramshi, tentoi të grabiste një filial banke. Ai kishte rreth 70 milion lek borxhe ndaj punëtorëve të ndërtimit, pasi më herët ka qenë sipërmarrës në këtë fushë dhe zgjodhi të grabiste bankën pasi thotë se e njihte mirë ambientin. Fusha hyri armatosur me një Kalashnikov që e kishte në posedim që nga viti 97 dhe qelloi një herë në dysheme. Ai arriti të merrte rreth 8 milion lek të vjetra nga Arka, por u arrestua me njëherë nga efektivët, pa bërë asnjë lloj rezistence. Për ngjarjen vjojnë hetimet, megjithatë dëshmia e tij në polici duket se ka zbardhur të gjithën. Massimo Ferro, 54 vjeçari nga Italia, ndrojet më 22 dhjetor 2025 pas një operacioni për humbje peshe në klinikën private Trita Hospital në Tiranë. Prokuroria e kryeqytetit ka nisur hetime duke sekuestruar kartelet mjekësore dhe duke pritur autopsinë e Institutit të Mjekësisë Ligjore. Hetimet italiane paralelisht zbuluan se në trupin e biznesmenit mungonte një pjesë e stomakut dhe zemrës, ndërsa trupi ishte rimontuar me metoda të vjetruara, duke ngritur dyshime për mos respektim të standardeve mjekësore. Ferro kishte diabet të tipit 2 dhe operacionin e kishte kryer në Shqipëri për të kursyer rreth 10.000 euro nga Kosto Italiane, me komunikim kryesisht nëpërmjet WhatsApp me kirurgun dhe dietologun e klinikës italiane, të cilët tani janë të dyshuar në hetim. Gjendja e tij u përkeqësua pas operacionit dhe ai ndroi jetë në njësinë e kujdesit intensiv. Një 23 vjeçare humbi jetën pasi dyshohet se humbi kontrollin e automjetit të saj duke u përplasur me barierat anësore të rrugës në aksin Vorfush-Prez. Aksidenti ndodhi pas mesnate dhe viktima ndroi jetë në spital. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave, ndërsa materialet janë dorëzuar prokurorisë së Tiranës për hetime të mëtejshme. Forcat e posaçme operacionale finalizuan me sukses operacionin policor të koduar Operacionalja 81 duke arrestuar në Tiranë shtetasin 34 vjeçar me iniciale ASH, banues në zonën e Domjes. Ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Manchester pasi gjykata e Kentit të Veriut në Mbretërinë e Bashkuar më 15 janar të këtij viti kishte caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrestmeburg për veprën penale vrasje sipas ligjit penal britanik. Operacioni u realizua pas punës gjurmuese të drejtorisë së forcës së posaçme operacionale në bashkëpunim me Interpol Tirana dhe autoritetet britanike. Pas lokalizimit dhe identifikimit të 34 vjeçarit në qytet, ai u ndalua dhe u vlerësua se plotësonte kriteret për ekstradim drejt Mbretërisë së Bashkuar. Një 40 vjeçar shqiptar me qëndrim të rregullt në Itali u arrestua në Rovato, provincë e Brescias, në ndyshimin për trafik dhe shpërndarje droge. Ai dyshohet se kishte fshirur 17 doza kokaine brenda një pakete karamelesh. Ngjarja ndodhi gjatë një kontrolli policor në një zonë rezidenciale ku i dyshuari po lëvizte me 2 biçikleta. Ai u tensionua kur vuri re efektivët dhe tentoi të hiqte pakon nga dora. Kontrolli zbuloi lëndën narkotike, ndërsa i dyshuari me precedent për trafik droge u vendos në arrest shtëpie dhe pritet të përballet me drejtsinë italiane.
Policia e Tiranës ndaloi 28 vjeçarin Elton Halili, i cili kishte shkelur masën e arrestit shtëpiak për dhunë në familje dhe kishte sulmuar një mjek në rrugë. Hetimet treguan se ai ishte gjithashtu autori 3 vjedhjeve dhe një kanosje gjatë muajit shkurt përfshir një banesë në Ysberish dhe 2 kompani në rrugën e fshatit Prush. Operacioni i koduar eksponenti u koordinua pas kallëzimit të qytetarit dhe zbuloi se Halili kishte shkelur vendimin e gjykatës duke kryer veprime kriminale të tjera. Materialet u referuan prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme ligjore. 3 persona, përkatësisht 36, 34 dhe 44 vjeç banues në Korçë dhe fshatin Zëmblak, ranë në prangat e policisë për shpërndarje dhe shitje të lëndëve narkotike. Operacioni i koduar Zëmblak u organizua nga informacionet se një bar kafe përdorej për trafik droge. Gjatë kontrollit në lokal dhe 2 automjete u sekuestruan kokainë, kanabis sativa, një armë gjau pa leje, një shumë monetare, 3 celular, 2 automjete dhe një DVR. Hetimet treguan se rolet e këtyre personave ishin pronari, shitësi, transportuesi dhe porositësi lëndëve narkotike. Materialet ju referuan prokurorisë së Korçës për dokumentimin dhe ndjekjen ligjore të plotë të veprimtarisë kriminale. 3 shqiptarë të moshave 31, 32 dhe 34 vjeç u dënuan me 15 vite burg secili nga gjykata penale e kantonit në Basel-Landschaft për trafik ndërkombëtar droge. Ata kishin tentuar në pranverën e 2022 të transportonin një kontener me rreth gjysmë ton kokainë të fshehur në thas kafeje drejt Zvicrës. Përpjekjet e tyre për të lokalizuar ngarkesën në ambientet e Swiss Terminal në Frankendorf dështuan, ndërsa droga u gjet më vonë në fabrikën e Nespressos në Romont, shkaqoi në identifikimin dhe arrestimin e tyre. Gjykata i shpalli fajtor dhe vendosi dënimin e lartë për përfshirje në këtë rast të rënd ndërkombëtar të drogës. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka bllokuar 2214 kg produkte ushqimore në tregun agro-ushqimor, pasi u konstatuan produktet pasigurta, pa etiketë ose me etiketim të parregullt, kryesisht sallam dhe fruta të thata. Kontrollet u kryen në 14 subjekte, ku 5 u inspektuan plotësisht dhe 9 ishin të mbyllura. Për shkeljet e konstatuara u vendosën 7 masa administrative me një total prej 1.600.000 lekësh, 800.000 për tregtim ushqimit pasigurt, 500.000 për mungesë gjurmëshmërie dhe 300.000 për mungesë etiketimi. Të gjitha produktet e bllokuara do ta zgjesohen, ndërsa AKU njofton se kontrollet do të vazhdojnë për garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit. Në dhomat e specializuara në Hag vazhdojnë deklaratat përmbyllëse të mbrojtjes për Recep Selimin dhe Jakub Krasniqi në ditën e 5 të procesit. Mbrojtja e Kadri Veselit përfundoi më parë duke kërkuar lirimin e tij me argumentin se prokuroria nuk ka prova që e lidhin me akuzat dhe se pretendimet mbi shfrytëzimin e informacionit nga UÇK-ja nuk qëndrojnë. Avokati i Recep Selimit theksoi se klienti nuk ka përgjegjësi penale dhe kundërshtoi ekzistencën e një ndërmarrje të përbashkët kriminale, duke argumentuar se veprimtaria e Selimit e lidhej me luftën për çlirim. Mbrojtja e Hashim Thaçit përfundoi më herët duke kundërshtuar akuzat dhe paralajmëruar pasoja ligjore në rast dënimi. Ndërkohë, avokatja e Recep Selimit kërkoi shpalljen të pafajshëm të klientit të saj, pasi tha se kërkesa e prokurorisë për 45 vite burg është dënim me jetë. Një sulm me armëzjarri ndodhi në Universitetin Shtetëror të Karolinës së Jugut në dhomën e konviktit, ku humbën jetën 2 persona ndërsa një tjetër mbeti i plagosur. Universiteti vendosi orë policore deri në stabilizimin e situatës. Identiteti i viktimave dhe gjendja e të plagosurit nuk janë bërë ende publike dhe as motivi i sulmit. Autoritetet nuk kanë dhënë detaje nëse autori është arrestuar apo mbetet në kërkim, ndërsa hetimet vijojnë për të sqaruar rrethanat e plota të ngjarjes së rëndë.